Po shikojmë shenjën e shigjetarit, çfarë rezonon ke shigjetari në këtë kohë. Shigjetari, sa përket shenjës shigjetare në këtë kohë, i ka mbrapsh planet, punët, dhe sa përket që ka një emërim të ri si të punë, si në varësitë të tyre, busulla e jetës të tyre ose planit është mbrapsh në këtë kohë. Duhet të ketë një rikuperim të ri në këto ditë, duhet të vendosin diçka të re me mendjen e tyre, ose të vazhdojnë, ose të ndikohet pjesa e mirë tek ato, të ndërpresin në këtë pjesë kohë planet, të vazhdojnë me një seans tjetër kohe. Tek shigjetari sa përket identitetit mashkull, janë udhëtime, sa përket udhëtimit të tyre, ka një forcë në udhëtim dhe ka një ecuri, ka formuar diçka të bukur të jeta. Universi ndikon tek ato për mirë në këtë kohë. Kanë qenë ndikuar nga një errësirë, po errësira tek ato është larguar dhe në këtë kohë ka një shans të ri. Do të vazhdojnë përpara etiketimin e planit të tyre ose vendosjen e tyre. Tek femrat janë të paqarta në mendimet. Femrat janë të paqarta, mendojnë gjithmonë ta kenë dashurinë për parësinë e tyre, të jetë çdo fjalë që vendosin, kanë pak teka në mendje, imazhin e tyre e duan të bukur, dhe njëkohësisht kërkojnë diellin të ngrojnë mendimet, të ngrojë ecurinë, të ngrojë edhe në shpirt, sepse shikoj që nuk kanë balancimin shpirtëror dhe kanë një pasiguri ndaj vetvetes. Këto kohë shikoj që kanë shumë energji, po vendosin energjinë e re si në shpirt të tyre, si në punën e tyre. Konfirmoni një lloj dokumenti në këtë kohë. Keni mendime të qarta, keni universin si gjithçka mbas mendimeve dhe mbas mendjes tuaj. Shikoj yjet, planeti yjeve që ndikon çdo yll tek ju ka një mendim dhe ka një veprim ndaj vetvetes, keni siguri, do vazhdoni planin tuaj dhe keni një emërim të ri në punë, e keni në emërimin ose mund të keni një kontratë të re. Shikoj që jeni formuar një grupi ka shumë mendime të qarta dhe po zbuloni diçka të re. Keni një mendim të qartë, vjen një si tip flake drejt jush, flaka ju ndryqohet si në punë, si në ekonomi, sepse një farë kohë keni qenë të thyer, keni pas pak debate, pak ndërhyrje ka persona të jashtëm, po pjesa në vazhdimsi do jetë pothuajse vendimtare tek ju dhe e qartë. Sa përket identitetit femër, kanë shpresë të papara tek mendja e tyre, marrin hapa të nxituara, kanë mendimi i tyre është futur si një kod, kanë koduar një mendim dhe e duan qartësinë e tyre sa më shpejt, po bisedojnë vetë me universin, po bisedojnë në mendimet e veta, kërkojnë në pjesën e dashurisë të jetë ndikuese tek ato. Shikoj që dashuria ka qenë një farë kohë e pezull, kanë pasur një mendim në vetvete, po e shikoj që marrin mesazhe të lumtura nga dashuria dhe kanë takime në këtë pjesë kohe. Çfarë ndodh tek ato në këtë pjesë, në romancë, dashuria dhe në ekonomi? Tek romancat e dashuria nuk i keni mendime të qarta, po vuni në këtë pjesë kohe. Gjithsesi do keni një ndryshim, ndryshimi do jetë pak me vonesë, po do ndryshoj tek ju. Jeni shumë e fortë, mbani qëllimin tuaj në dorë. Kërkoni të ndryshoni gjërat si me shkop magjik, kërkoni të ndryshoni gjërat me energjinë e ujit. Gjithsesi unë shikoj që keni një plan, vendoset çdo gjë e qartë tek ju dhe keni një forcë magjike ndaj vetvetes, ndaj përdorimit që ju përdorni të fjalës, të vendimeve dhe tek lidhja hyjnore. Sa përket identitetit femër, shikoj që ato vendosin çdo gjë në përparësinë e tyre, kanë dy balancime me dy pjesë energjie, e shikoj që janë në përparësinë e tyre dhe
ka një forcë brenda vetes që do ndajnë pjesën e paqes dhe pjesën e luftës. Janë në formën e ujit. Uji tek ato ndikon me energji të fuqishme, po përse ka mendime të paqarta, por nuk të çohen nga një pjesë që është pllakosur dhe kanë universin që i ndihmon.